A është kusht që me njëherë pas abdesit me imbath, apo jo? Nëse dikush merr abdes në mëngjes, e falë sabahin dhe nuk i ka mbath çarapat, dhe planifikon ose mestet, dhe planifikon që gjatë ditës me imbath çarapet që duhet me kanë pak më trasha, apo mestet, a është kusht që me njëherë pas abdesit me imbath, apo jo? Jo. E rëndësishme është që kur mbathen çarapet e trasha apo mestet, të jetë njeriu me abdes të plot i cili përfshin larjen e kamve. Edhe nëse periudha prej marrjes së abdesit deri te mbathja e mesteve është një distanca që po e zojmë në këtë rast, që e përmeni shikuesi, veç e ka fal namazin e sabat, kushtimisht është zgjuar herët, e ka fal namazin e sabat, pastaj tu bogati me shkun punë, i vesh rrobat e punës, çarapat, mbathunat, edhe duke qenë se ka abdes, mesti i tij është i vlefshëm të ditën. Nuk ka të lashën e këtë punë, përderisa abdesi ka qenë i plot.